Mirë, tani erdhi momenti asaj, e cila është cilësuar si një nga gazetarët më të spikatura në televizionin shqiptare. Se kë ka të ftuar, do ta zbulojmë me njëherë tani. Vjen gazetarja Shalonza Pipsi! Pipsi, nga emisioni ime da audiencën më të madhe në Kalaballeku shqiptar. Faleminderit. Toni, kam një lajm të mirë. Na ka dalë një sposforizues. Por e vlla, duhet të gëzoj se ty të të ngretë, roga mua du më rregullojnë leshin. Ajo është parukerimi Zeqeja. Do ndroj lukun Toni me pak fjalë, si me thë të drejtën sa më i bukur luku dhe ndryshe aq më mirë kasetarja. Atëre, arsimi në kolaps. Kush është? Qa thot? Kush do të vi sot? Fëmijë pa ngroje dhe mësues pa para. Por ju drejtori. Mi mbrema. Oh! Faleminderit. Oh! Qa bëj kështu ti e vlla me cigaren e emision? Ti fosha ty pompa, amon, qafma. Sa ti fosha ty pompa se s'popim do të shpisa le gruja. Më shkallë nuk alin dansit. Oh, po kur që në ka ndërqesuar në censit edhe ka kuptuar që duhani bendem. Jo, nuk kanë ndërqesu. Thjesht ka lënë të honin e ne ka fillu barin. Kam filluar të hanë bar. Jam jo. Qa dhe të kyje, vla? E pas ke qik problem këtë bullonin kësej, ha? Falimderit. Barin, do me thonë marijuana, na kupton? Zysha muzikës Mariana. E kuptova. Jeni shumë i qartë. Më falë se bona një lapsus, pas ke 2 bullona. Falimderit për komplimentin. Për kë? Komplimentin. Atëherë, këtu ju kam thirrur për t'ju pyetur për rregullat e reja që ka vënë Ministria e Arsimit. Si ndjeheni ju? Si ndjehemi? Nuk i përtasim do të më në qashve në shkollë. Ashu. Na ka bërë novin mos i përtisht në qashve. Ma ka marrë malli të përtash njerë. Tau! Legën! Sa lejën më, mos i gërthit, qoftë a u, ose ajo, debit, ose debine, jo, mos i forë, e në me që debit. Shka gjo, mirë të keqen, mirë, dakor, dakor, shka që bo. E në përveç kësaj o ti, nuk bëjmë do të askur se mo. Po mos qani, ate që do të thonit në kurs, që bukur mund të thoni në orë të mësimit. Se, nuk jeni dakord? Një gjokë të t'i gocë. Ta marrë të se e nëzë më vëm prapë. Një gjokë të t'i gocë. Sa për informacion, gocë kësu. Si ngrotë këtu unë, që kam? Një gjokë të t'i gocë. Po të dëgjoj me Gjansi, në momenti ku në gjansi pagun, jepnek është më impenjum, është më si të thush. Do me thonë, është ora ka tumë thi kur është në klasë, do me thonë bojnë gallatë, se në klasë du me po gallatë, e në kur du me po gallatë, bojnë gallatë. A kuptoj? E kuptoj, ata kur japin lekun edhe ti përqendrohesh, jo vetëm ata. Bravo të shtrëngofsha bullonin. E kuptoj, falinderit. Atëre, si pas e rregullave të reja, çfarë po ndos në shkollë? Atëre në shkollë, arsimi po nulzon. Ne mësuesit por i vdesim. Po, detyrat nxënësit i bëjnë vetë, i ndihmoni ju. Sigurisht vetë i bëjnë. Detyrat e bëjmë ne aty gocë. Shkojun ke shtëpia i them çka ke bë, mirë thot muaj. I them unë ke përgatitur ai çik, jam thot muaj. Shumë mirë 10 i them, pse 10 thot ai? I them unë ti di, po ti bën sikur s'di, do thotë pse do thotë unë di. Ti di që ti di, po ti bën sikur s'di. Ti do thosh nga e ditë që di. Po sepse unë për këtë jam vu këtu, me të thotë që ti di. Ai në fakt është debil, po çu do bëj thonë, kupton? Ai është me pak fjalë
kuptova që kur bie mesatarja e shkollës, juve ju heqin nga puna. Edhe i bëni detyrat nxezë. Po ti ditë që për çam ke thirrur mua. Po nxezë ça bën, e mora vesh. Ça bëjnë? Gjashtë gjithë ditën pin par. Gjithë ditën pin par. Do talin e një qikë që se da shkojnë në përpabe ato upti-dupti, a këpëton? Ja po do sejna njënën të bëjnë quku pili-pili lartë të poshtë. A këpëton t'i gëtë? Dakor, njerëzit janë shumë kurioze dhe duan të din 24 orë nga jeta e një mësuesi. Si janë ato? Si janë 24 orë. Shumë mirë, kalojmë në pyetje tjetër. Në gjokë të ti, gëtë. Ti pas ka liru të 4 më duket. Faleminderit, shumë faleminderit. E ndjej dhe vetë që jam e liruar nga emisioni në emision. E ndjem shumë më mirë. Do të bëj një përkufizim të gjithës tyre. Ti si je në një tablo. Në gjokë të si. Gjonë si do t'i gotës, kohët e fundit, nuk kanë mos si që kanë qenë. Që ka lezet, vinte pedagogu në klasë, sa futej u drithë maja e gishtit, e teri ke floko, kishe lezet, kishe reputacion, ta shi fute që ka dau të vjen një letrë në kokë. O me që ke bëthot, legend. Ndërkohë që ti s'ke që bo, sepse ato janë të trash, janë të gjithë të trash, a kupton t'i gotës? Ashtu që nuk janë vete trash. Qëfar ke ushquen për elekancë? Mos më shikoni kështu është kamerameni që më nxjerr të trash, unë jam e holl nga natyra. Ju zoti mësues, gjithë jetën mësues keni qenë? Unë fakt, pa lindur në barkë të nonës kam qenë me shkumësën në tabel. Kam qenë mësues atë. Linda mësuesën e kam për të vdek mësues. E në këto politikanët që shikotin televizor, to janë gjithë kanë dalë nga gjora ime, kanë qenë dansit e mi. A kupton? Vëtë gjithë kanë qenë topi. Përfshirë të pa mirë topi, që kam bje mirë topi, për që heqëm atë sër topi, a kupton? Dakor, të mjaftë në shi se kemi vjedhur 2 minuta nga lajmet edhe duhet ta mbyllim. 2 minuta nga lajmet të t'i kaç. Ne nga ka vjedhur jetën që më thua 2 minuta nga lajmet. Ti më tregon mua t'i kaç. Dakor, zoti mësues, keni rastin që t'i bëni Ministrisë së Arsimit një thirrje. Do të bëj një thirrje. Hey! Ja pra, kjo ishte thirrja që i bëri Ministrisë së Arsimit. Ti o ti gotës, ke një problem të vogël, shumë të vogël. Kur është prodhu maqina jote, të kanë arru me të vu kamion, a kupton? Ta marroj jërën atë që kisha me thonë, në masa ne i thu tjetë, a kupton? Po pse vlla, ju ishit shumë i qartë. E do dhe je për kufizimin. Po. Dashi, tani të t'i bëj një thirrje. Hej, një qoni mirë. Në qofë se keni ngritur gjithë të regullat të reja, na ngrini dhe ne mësuesve të shkajtë qikë rogat të ma. Se kemi ngrinë akoma me rogën e kohës të zogut, 235.000 lek. Bruta. Bruta. Po? Ne të 35.000 lek morë, e në ato nuk më dali për dahon. E në dahon Shkodre. Ashu. Sa unë pi dahon Shkodre. Dahon Shkodre. Unë pi dahon që është mjëllë që 62-shin. E në kanë gjenë ato fabrikën e i bejuna, kupton të. Ashu e vlla. Që, ju bëj thirrje. Konkluzioni i këtij emisioni ishte, për sa kohë të ketë nxënës që shkojnë në shkollë me fetur dhe mësues që shkojnë në shkollë me biciklet, arsimi do të jetë me sybet. Ose ndryshe. Për mbyllur këtë emision, kam thirrur këtu për të përshëndetur Ministrinë e Arsimit dhe ju, zoti drejtor. Faleminderit. Korin e nxënësve, natë e mirë.